E një komunë paralele sërbe e për Skenderajn u mbyll dje. Teksa sot policia e Kosovës ka bërë me dije gjatë kontrollit në atë objekt janë gjetur dhe konfiskuar dokumente dhe pajisje të cilat vërtetojnë se në këtë objekt ilegal janë lëshuar dokumente të falsifikuara. Ky objekt për cilin po flasim është mbyllur me datë 16 tetor 2024 nga policia e Kosovës. Një ditë pas, policia e Kosovës ka intervistuar përgjegjësin e kësaj komune paralele, ku pra bëhet e ditur se i njëjti është mbrojtur në heshtje. Shumë e rëndësishme bre, Skenderaj kish posi institucione paralele. Habib, Skenderaj, i rrethun për shqiptarve, institucione komun paralele në Skenderaj. A i ka po, a si ka po, na i kush aty, nuk e di. Me pas ka na i të kemien, rreth qatë komune paralele, sigur t'i kish vrejt Samia. Po s'ka pos me gjos atë, edhe si ka po kur 25 vjet. Këtë objekt e shfrytzuan derisa policia vërejti lëvizje të personave. Brenda saj ashtu quajtur kryetari komunës paralele serbe të Skenderajt, Basilije Tomasović, tash në shumë vjet kreu veprime të kundërlehtëshme.